Të shtunën, të dielën dhe të hënën orën 19 në skenën e teatrit Petro Marko ngjitet një tjetër shfaqje, Bidermani dhe zjarrvënësit. Në premierën e kësaj shfaqje, regjisorja Eliona Thomaraj thot se në qendër të saj është një personazh i quajtur Biderman, që vjen nga shtresa e mesme, por që mendon vetëm për vete. Shfaqja ndërthuret e gjitha rreth këtij personazhi për të treguar se nuk duhet të mendosh në shoqëri vetëm për vete. Thomaraj tregon gjithashtu se është kënaqësi thjesht në skenë me një trup aktorësh të cilët vinë nga breza të ndryshëm, por bashkëpunues me njëri tjetrin. Sipas Thomaraj, te publiku nëpërmjet kësaj shfaqjeje përcillen mesazhe të vjedhura për jetën. Kjo kryevepër në fakt sjell në vëmendje familjen e Bidermanit, i cili është njëri nga shtresa e mesme, biznesmen i vogël, i cili mendon vetëm për vete. Pra, neve këtë kemi dashur ta evidentojmë. Një problem nuk mund të jetë vetëm yti. Një problem është një problem shoqëror. Nëse nuk e zgjidhim të tërë së bashku, atëherë do digjemi jo vetëm ti, por prej teje do digjemi edhe ne tjerë. Pra kjo është, nuk mund ta shpëtosh asnjëherë veten, as nuk mund të qëndrosh i pasur në një pellë të pisur. Mesazhi që kanë për t'i dhënë të tërëve nëpërmjet veprës që ka shkruar Marx është neve duhet të jemi e para gjithmonë pranë një tjetrit, dhe gjitha nuk mund të poshtet e keqja duke e mbjellur atë. E keqja në poshtet duke e përzënë atë, jo duke e mbajtur. Dhe kjo sjell të bukurën, kjo sjell rëndësinë. Është më e vështirë madje të jetë sa më pak aktorë në skenë, sepse gjithë peshët do të bjerë në 2 apo në 3 apo në 4 aktorë. Në këtë vepër, vërtet është e vështirë organizimi, pra derisa ta arrijmë ta lidhim me të tjerën, por në fund të kesh 10 aktorë në skenë është luks, është duhet të jetë. Ndërthurja mes brezave është domosdoshmëri për teatrin. Sikundër në jetë, teatri njëherë imiton jetën, që ta nisim nga këtu. Sikundër në jetë nuk mund të kemi një shoqëri vetëm me të rinj, apo vetëm me pleq, apo vetëm me mesatar. Ashtu dhe në teatr nuk mund, dhe është e pamundur, të vëmë një vepër ku të kemi vetëm të rinj, apo vetëm mesatar, apo vetëm pleq. Për aktorin Ilirian Ali, kjo vepër brenda saj ka të gjitha, duke nisur nga humori të drama, satira, por dhe tragjikja. Qëllimi i saj sipas Aliut është të zgjojë ndërgjegjen e publikut në sallë. Në fakt për mua është kënaqësi që jam shkrirë midis këtyre brezave që kanë ardhur mbrapa dhe jemi harmonizuar në mënyrë të përkryer. Do t'i falenderoj se do të jemi hipokrit për ato që po ndodh. Por përpara se të vi tek fundi i asaj, do të thosha që vepra është një dramë alegorike që merr përsipër për të zgjuar ndërgjegjen e njerëzve dhe që ka brenda humorin, ka ironinë, ka cinizmin, nëpërmjet të cilës ai fshikullon dramaturgu kompromisin ose indiferentizmin e shoqërisë njerëzore. Është universale në kuptimin e asaj që godet dhe fshikullon problemet e indiferentizmit në një shoqëri. Sepse, si shtatë e regjisorja, domethënë e keqja nuk vjen vetë, por i hapim derën dhe ajo futet nga intoleranca jon, nga toleranca jon, nga ajo mundësia e indiferentizmit tonë. Por ka një specifik të veçantë në harmonizimin e këtij spektakli që Jona ka punuar me shumë kujdes, dhe unë falenderoj sigurisht, dhe që mburi pjesë të kësaj bashkë me drejtorin e teatrit, sepse ka futur përveç shkorit, ka futur një element shqiptar, cili pasohet në folklorin ose në muzikën popullore. Në fakt ajo është universale sepse mesazhet i përcjell kudo që të shfaqet, vetë si vepër. Drejtori i teatrit Petro Marko, Artur Dhamo, duke vlerësuar regjisoren por dhe aktorët që marrin pjesë në këtë shfaqje, thotë se veçanta e saj është fakti që shkrihen me mjeshtri të gjithë elementët në skenë, duke realizuar një shfaqje të punuar me kujdes. Kontribut të vyer në këtë shfaqje kanë dhe aktorët e rinj, skenografia, por dhe ata që punojnë pas skene. Një falënderim Dhamo e ka dhe për Bashkinë e Vlorës, si dhe sponsorët që kontribojnë për vendosjen në skenë të kësaj shfaqje. Që si thua, mbështetjes gjithmonë të përhershme, sepse kjo është projekte që i mbështet Bashkia e Vlorës. Kësaj radhe janë bashkuar edhe dashamirës, është Skela Artur që ka përfunduar konstruksionin e kësaj scenografie gigante, janë efektet e ndërçimit të veçanta nga Eneri Turix, gjithashtu edhe realizimi i një kostumografie brillante, do të thosha, për të premierën gati 10 nga butik Kozë. Dua të falenderoj të gjithë për të bashkëpunim dhe dua të them që publiku donjak hajde në teatr të kaloni një fundjavë të bukur, një fundjavë duke u argëtuar
por edhe duke reflektuar mbi problematikat që mbark vetë. Shfaqja Bidermani dhe Zjarvënësit është e bazuar në komedinë tragjike nga Max Frisch me regjitë Eliona Thomarajt, formulim muzikor nga Artur Dhamo, skenografi dhe kostume nga Drini Sheu. Ndërsa merr pjesë një kast i përzgjedhur aktorësh, si Astrid Mamaj, Margen Caushi, Ermir Hoxha, Igli Fusha, Roland Minga, Lori Sinanaj, Matilda Vduli, Ludmilla Baballëku, Ilirian Ali dhe Alba Shtëmbari.